E vërteta e origjinës së Skënderbeut. Studiuesi tregon çfarë zbuloi në Vatikan. Studiuesi Mark Palnikaj ka zbuluar rezultatet e kërkimeve të tij më të fundit në arkivat e Vatikanit, duke u fokusuar te figura e Pal Angjëllit, autorit formulës pagëzimit. Palnikaj deklaron se ka gjetur dokumente origjinale latine, të cilat të analizuara nga ekspertët më të mirë të paleografisë në Vatikan, konfirmojnë përfundimisht lidhjen e gjakut midis Pal Angjëllit dhe Gjergj Kastriot Skënderbeut. Sipas dokumentit, Pal Angjëlli cilësohet si consobrino i Skënderbeut, një term specifik latinisht që do të thotë djalë teze, djali i motrës së nënës. Ky zbulim ka një rëndësi të jashtëzakonshme historike sepse e vërteton se nëna e Skënderbeut, Vojsava, ishte nga familja fisnike arbërore e Muzakajve. Motra e saj ishte martuar me familjen Angjëlli, duke hedhur poshtë përfundimisht çdo pretendim slav për origjinën e saj.